Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, u njohim me zhvillimet e ditës. Në përfundim të takimit të 2 ditor të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, palët ndanë të njëjtin qëndrim. Hapja e kapitujve të fundit të negociatave me BE-n kërkon përmbushjen e reformave dhe bashkëpunimin ndërpartijak. Në tryezë nuk munguan debatet mbi raportin e OSBE-Odirit për zgjedhjet e 11 majit dhe çështjet që lidhen me sundimin e ligjit dhe korrupsionin. Në Tiranë u zhvillua takimi 2 ditor i Komitetit Parlamentar Stabilizim Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku përfaqësuesit nga të dyja palët vlerësuan përparimin e vendit në rrugën e integrimit dhe rëndësinë e bashkëpunimit institucional në këtë fazë të re të negociatave. Hapja e kapitullit të fundit të negociatave u cilësua si një moment kyç, kërkon jo vetëm përmbushjen e reformave të mbetura, por edhe dialog të sinqert ndërmjet forcave politike. U fokusuam veçanërisht tek reformat që ende janë shumë të nevojshme për ta çuar Shqipërinë edhe më pranë Bashkimit Evropian, por edhe për të konsoliduar sundimin e ligjit në vend, në dobi të të gjithë qytetarëve të saj. Në këtë drejtim jemi dakord për nevojën për të pasur legjislacion të mirë, si dhe zbatimin e tij të qëndrueshëm dhe të intensifikuar. Në fjalën e tij, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi vuri në dukje se progresi në integrim nuk mund të arrihet pa një luftë të vërtetë kundër korrupsionit që sipas tij kazanafillën e keqeverisjen e vendit. Në akuzë nga prokuria e posaçme, ajo vazhdon të jetë krau i djathtë i Edi Ramës, numri 2 i qeverisë shqiptare. Megjithatë, ndonse palët ndanë të njëjtin qëllim strategjik për integrimin evropian, debatet u ndezën sërish mbi raportin përfundimtar të OSBE-Odirit për zgjedhjet e 11 majit, ku opozita e cilësoi atë si dëshmi të mungesës së standardeve demokratike. Ne kur jo sot as dje, as pardje, as nesër, as pas nesër nuk do të bëjmë ndonjë deklaratë apo të hyjmë në ndonjë rast dhe për asnjë rast në meritën e një çështje drejtësisë. Takimi i komunitetit përfundoi me theksin se përparimi në procesin e antarësimit varet nga bashkëpunimi ndërinstitucional dhe respektimi i reformave të vendosura nga Brukseli. Siç ka evidentuar raporti OSBE-Odirit, por edhe raporti i kolegëve tanë europian të Parlamentit Evropian, zgjedhjet e 11 majit nuk ishin as të lira, as të barabarta, çka do të thotë se Parlamenti dhe qeveria jonë sot nuk kanë legitimitet demokratik. Dhe nga një qeverisje e cila nuk është produkt i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, pra i vullnetit qytetarëve të shprehur lirisht, nuk mund presësh të qeverisësh me përgjegjshmëri, të luftosh korrupsionin apo krimin organizuar dhe të punosh me ndershmëri për mirëqenien e qytetarëve. Ish kryeministri Sali Berisha 9 vite pas votës pro në reformën në drejtësi e cilësoi dështim sistemin e ri dhe akuzoi drejtësinë e re për rritje të korrupsionit. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha përmendi si shembull kreun e SPAK-ut dhe disa zyrtarë të lartë, duke pretenduar se dosjet mbyllen me rishfete dhe se institucionet kryesore janë të kapura nga politika dhe interesat e huaja. Ish kryeministri Sali Berisha 9 vite pas votës pro për reformën në drejtësi e cilëson dështim sistemin e ri dhe akuzon drejtësinë e re për rritje të korrupsionit. Sali Berisha deklaroi me 29 tetor se reforma në drejtësi për cilën kishte votuar pro në 22 korrik 2016 është e dështuar dhe ka prodhuar një rritje të korrupsionit në institucionet e reja. Dosjet në SKAP mbyllen kundrejt rishfeteve dhe se SKAP-i partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Berisha përmendi rastin e SPAK-ut dhe akuzoi kreun e ri për marrje të parave për të falsifikuar dosjen e Krishnik Farukut, duke treguar se sipas tij Altin Dumani kishte vizituar paraditën e së mërkurës në Mans, ku kishte kontaktuar me personin e përmendur. Një prokuror të tillë që se heton dot njëri, ja urdhër kazusi i Krishnik Farukut për krimet e tij, po çfarë do ta gjykosh gjatë këtu? E kërkoi drejtësia italiane? Shko gjykohet atje. S'mund gjykohet 2 herë njëri për tjetër vepër njeriu. Ka parim universal drejtësia. Gjykata e Durrësit me korrektesë e arreston, vendos masën e sigurisë dhe do ta ekstradoj. Në listën e zyrtarëve që sipas tij janë të përfshirë në korrupsion, Berisha rënditi dhe numrin 2 të qeverisë, duke e përmendur në dosjen e Lubi Ballukut për bërjen e 2.2 miliard euro, të cilat sipas tij mbyllen me qese parash. Janë të qarta si kristali mbi 2.2 miliard euro. Lubia do merret e pandehur për 1 milion euro, për më pak mbase. Pra, e vërteta është se dosjet mbyllen me qese parash. Dhe kjo është një gjë të mërshme për këtë vend.
Berisha theksoi se kjo nuk është herë e parë që shpreh kritika ndaj drejtësisë së re dhe sugjeroi se vendit i duhet një reformë e re e drejtësisë me ndihmën e Komisionit të Venecias. Majoranca socialiste ka dalë në mbrojtje të kryeparlamentarit Niko Peleshi duke përjashtuar nga shkeljet e pretenduara nga opozita. Raporti i Partisë Socialiste thekson se vendimet e Peleshit janë marrë si rezultati pengesave të opozitës, e cila sipas socialistëve ka bllokuar zhvillimin normal të seancave plenare. Socialistët argumentojnë gjithashtu se kryetari i kuvendit ka vepruar në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar etikën dhe tolerancën pavarësisht tensioneve në sallë. Debati për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshi ka nxitur një reagim të fortë të majorancës socialiste, e cila ka publikuar një raport të mbrojtës ku argumenton se ai nuk ka kryer asnjë shkelje. Kryetari i kuvendit ka zbuluar me përpikmëri të gjitha përgjegjësitë e tij kushtetuese dhe ligjore në drejtimin e seancës plenare. Ka treguar frymën e bashkëpunimit dhe tolerancës në drejtimin e veprimtarisë parlamentare në tërësi, duke respektuar më së pari kolegët deputetë opozitës dhe duke qëndruar mbi palët gjatë drejtimit të seancës. Jo shpërmbajtur etikës, ndonse e njëjta gjë nuk ka ndodhur nga deputetët e opozitës, si dhe janë respektuar të gjitha parashikimet kushtetuese dhe të rregullores së kuvendit në thirrjen dhe drejtimin e seancës së datave 16 dhe 18 shtator, duke moderuar debatin pa cënim dhe pa shkeljet etikës, pavarësisht situatës së tensionuar në sallën e seancës plenare nga një grup deputetësh të opozitës parlamentare. Sipas socialistëve, moszhvillimi i debatit për miratimin e programit politik i parashikuar në nenin 110 rregullores nuk mund t'i atribohet kryeparlamentarit, por veprimet opozitës që sipas raportit ka penguar zhvillimin normal të seancës dhe ka ndërhyrë në procesin ligjvënës. Partia Socialiste thekson gjithashtu se deputetët e opozitës janë ata që kanë cënuar integritetin e figurës së të mandatuarve dhe kanë dëmtuar imazhin e kuvendit, institucioni më i rëndësishëm në një republikë parlamentare për procesin ligjbërës dhe përfaqësimit të qytetarëve. Raporti i majorancës përmend gjithashtu se Peleshi ka treguar bashkëpunim dhe tolerancë duke respektuar të gjithë deputetët, ndërsa opozita ka vepruar në mënyrë që ka penguar procesin dhe ka krijuar tension. Në përfundim, Partia Socialiste argumenton se kryetari i kuvendit ka vepruar në përputhje me ligjin dhe rregulloren, duke moderuar debatin dhe ruajtur neutralitetin, pavarësisht situatës së tensionuar, ndërsa çdo pengesë në seancë është pasojë e veprimeve të opozitës dhe jo shkelje nga ana e Peleshit. Kongresi i autoriteteve lokale në Këshillin e Europës ka njoftuar se do dërgojë një mision monitorimi në Tiranë nga 17 deri në 19 nëntor. Qëllimi i vizitës është përgatitja e një raporti të përditësuar mbi gjendjen e demokracisë vendore dhe rajonale në Shqipëri. Sekretari i përgjithshëm i Kongresit i ka dërguar një letër kryebashkiakut Erion Veliaj për të informuar mbi këtë proces. Kongresi i Autoritetit Lokal të Këshillit të Europës ka konfirmuar se do dërgojë një mision monitorimi në Shqipëri në datat 17-19 nëntor 2025 me qëllim vlerësimin e funksionimit të demokracisë vendore dhe rajonale në vend. Në një letër drejtuar kryetarit Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, sekretari i përgjithshëm i Kongresit e ka informuar atë për vizitën e komunitetit të monitorimit që do të zhvillohet në kryeqytet. Në letrën zyrtare thuhet se misioni synon të zhvillojë një dialog të hapur dhe konstruktiv me autoritetet shqiptare në nivele të ndryshme të qeverisë për të siguruar një raport sa më plotën mbi zhvillimet demokratike në pushtetin vendor. Komuniteti i monitorimit e ka përfshirë Shqipërinë në listën e vendeve që do të monitorohen në vitin 2025 dhe për këtë qëllim është planifikuar një vizitë monitoruese në datat 17-19 nëntor, thuhet në letrën e nënshkruar nga Mori. Vizita e delegacionit të Këshillit të Europës vjen në një moment delikat për qeverisjen vendore, pasi gjykata kushtetuese po shqyrton ankimin e Erion Veliajt për vendimin e shkarkimit nga detyra si kryebashkiak i Tiranës. Rezultatet e misionit pritet të pasqyrohen në një raport përfundimtar që do të paraqiten në vitin e ardhshëm nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës në Strasburg. Ecime të tjera informacione, një ngjarje e rënd familjare ka tronditur fshatin Shkallnur të Durrësit ku 25 vjeçari Marian Kodheli ka pranuar se ka vrarë me thik babain e tij, 69 vjeçarin Pjetër Kodheli një ditë më parë. Në dëshminë para policisë, Iriu ka rrëfyer se krimi ndodhi gjatë një debati në mes të drekës. Ai tha se konfliktet me të atin kishin nisur që përkthimit të tij nga Greqia. Autori u arrestua 2 orë pas ngjarjes në një lokal në pronësi të motrës së tij, ndërsa policia sekuestroi thikën e krimit.
Një ngjarje e rënë tronditi fshatin Shkallnur të Durrësit, ku 25 vjeçar Marian Kodhelli vrau me thik baban e tij Pjetër Kodhelli 69 vjeç. Krimi ndodhi mesditën e së martës në banesën e familjes, gjatë një debati që nisi teksa po hanin drek. Në dëshminë e dhënë para policisë, Riu ka rrofyer se marrëdhëniet me të atën ishin të tensionuara prekosh, ishim duke ngrënë bukë dhe babai mutur nuk më lindte të haja i qet. Nuk e di se si ndodhi, mora thikën dhe e qellova, ka treguar ai. Ndër të tjera, ai ka thënë se konfliktet me të atin kishin nisur kur ishte kthyer nga Greqia para 6 muajsh. Kam jetuar në Francë, jam me pasaportë franceze, aty kam qëndruar rreth 6 vjet dhe më pas kam shkuar në Greqi, ku kam punuar për 6 muaj. Nga Greqia jam kthyer në shtëpi dhe isha i papunë. Kemi pasur debate të vazhdueshme me babain, ka thënë ndër të tjera Mariani. Pas ngjarjes, 25 vjeçari u largua nga banesa dhe u arrestua 2 orë më vonë në një lokal në zonën e Shkëmbit Kavaj. Në pronësi të motrës së tij, gjatë kontrollit, policia e gjeti dhe sekuestroi thikën, me të cilën dyshohet se ishte kryer krimi. Burimet hetimore bëjnë me dije se i riu mund të vuajë nga problemet e të shëndetit mendor, ndërsa motivet e sakta të vrasjes mbeten ende të paqarta. Fqinjët thanë se familja me origjinë nga Mirdita njiheshin për njerëz të qetë dhe se viktima jetonte me një grua tjetër pas ndarjes nga bashkëshortja e parë. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj ngjarje tragjike familjare. Një incident i rënd tronditi qytetin e Beratit një ditë më parë. Një banor i zonës vrau me thik një turist 42 vjeçar nga Tirana pas një mosmarrveshje për një kal. Autori Kristo Memaj 63 vjeç, i njohur dhe me emrin e ndryshuar Konstantin Hoxha, ka treguar se konflikti nisi pas një paralajmërimi që i bëri viktimës. Të martën në oborrin e kalasë Beratit, një ngjarje e parapiritur përfundoi me humbjen e jetës së një vizitori. Viktima, Keli Hoxha, 42 vjeç, kishte shkuar për të vizituar kalan e qytetit kur u përfshi në një mosmarrveshje me Kristo Memaj 63 vjeç, banor lokal që ofronte shëtitje me kal për turistët, aktivitet që e kurrente pa leje. Sipas hetimeve, autori Kristo Memaj 63 vjeç, i njohur dhe me emrin e ndryshuar Konstantin Hoxha, ka treguar se konflikti nisi pas një paralajmërimi që i bëri viktimës. I thash mos e prek kalin se është i acaruar dhe mund të reagoj keq, por ai më shau dhe më ofendoi. Humba kontrollin, mora thikën që e mbaja në samarin e kalit dhe godita në gjak nxehtësi, ka deklaruar Mema në polici. Pas krimit, Mema ka çuar kalin në kasollën e shtëpisë, ka marrë ushqime dhe është fshehur në një nga shpellat e kalas në përpjekje për t'i shpëtuar policisë. 63 vjeçari u kap disa orë më vonë, i fshehur në shpellin e Memecit, pranë kishës së Shën Mëhillit. Hetimet e mëtejshme treguan se autori kishte një precedent penal në vitin 93, pasi kishte vrarë një fqinj pas një zënke të ngjashme dhe më pas kishte lënë vendin për të qëndruar në Greqi për 25 vite, duke përdorur identitet të ndryshuar. Policia e Beratit ka sekuestruar armën e përdorur në krim dhe po vazhdon hetimet për të përcaktuar të gjitha përgjegjësitë ligjore të autorit. Rasti nxjerr në parë rëndësinë mbikëqyrjes së aktiviteteve turistike brenda monumenteve historike dhe nevojën për masa mbrojtëse për vizitorët. Detaje të reja janë zbuluar nga vrasja e ndodhur në një lokal në zonën e komunës së Parisit në Tiranë një ditë më parë, ku një picier vrau me thik shefin e tij të kuzhinës pas një konflikti të çastit. Autori Filip Shehu, 43 vjeç, ka pranuar përpara hetuesve se ka qelluar 41 vjeçarin Indrit Ismailari pasi ishte fyer dhe poshtruar në sy të kolegëve. Një debat i çastit për një kuti proshuti i kushtoi jetën 41 vjeçarit Indrit Ismailari, krye kuzhinë një herë në një restorant në Tiranë. Autori i krimit, Filip Shehu, 43 vjeç, që prej 3 muajsh punonte si ndihmës picier në të njëjtin lokal, ka pranuar përpara policisë se e ka qelluar me thik pas një fyerje publike nga eprori i tij. Në dëshminë e dhënë për hetuesit, Shehu ka deklaruar: "Jam ndier i ngacmuar gjatë gjithë kohës dhe nuk duroja më. Kishim debate të vazhdueshme për punën, por ai më ngacmonte shpesh. Viktima më tha: "Mos merr këtë proshutë hapur që është në frigorifer, por merr proshutë re." Ai shkoi të merrte proshutën e re dhe aty nisën të ziheshin. "Më shau me fjalë të rënda dhe aty nuk durova", citohet o këtë thënë ai. Sipas pamjeve të kamerës së sigurisë, ngjarja ka ndodhur në më pak se 1 minutë. Viktima shihet teksa hap frigoriferin për të marrë një kuti proshut, ndërsa autori pas debatit verbal merr një thik kuzhine dhe e godet 3 herë, 1 herë në qafë dhe 2 herë në bark. Plagët rezultuan fatale, duke i marrë jetën me 1 herë 41 vjeçarit. Dëshmitë e punojësve të tjerë të lokalit tregojnë se Shehu ishte një person i mbyllur dhe i ftohtë në komunikim, që rrallë fliste me të tjerët. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se ai jetonte vetëm pasi ishte larguar nga familja dhe kishte qenë më parë i dënuar për mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Policia e Tiranës bën me dije se në vendngjarje u sekuestrua arma e krimit, thika me cilën ndihmës picieri vrau shefin e tij. Ndërkohë, organi i hetimit po vijon punën për të përcaktuar saktësisht rrethanat e konfliktit dhe gjendjen psikologjike të autorit në momentin e ngjarjes.
Një shpërthim i fuqishëm tronditi lagje në Docë Mazi në Shkodër, ku si objektivi i atentatit u bë një inspektor tatimesh. Fatmirësisht, 38 vjeçari me iniciale i bëmbit i gjallë pas sulmit që ndodhi në momentin kur ndezi makinën e tij. Policia ka shoqëruar disa persona për të marrë në pyetje, ndërsa pista kryesore mbetet ajo e hakmarrjes apo e ndonjë konflikti të fshehtë që viktima e mohon kategorikisht. Nuk kam konflikte me askënd, kështu ka nisur dëshmia e tij para oficerëve të policisë së Shkodrës, 38 vjeçari me inicialet TB, inspektor tatimesh, të cilën një ditë më parë u bë atentat me eksploziv në lagjen Docë Mazi të qytetit. Sipas deklarimeve të tij, shpërthimi ndodhi sapo ai ndezi automjetin, ndërsa fatmirësisht shpëtoi pa lëndime të rënda. Ai ka pohuar se nuk ka pasur asnjë konflikt me persona të tjerë dhe nuk ka asnjë dyshim se kush mund të jetë pas ngjarjes. Në terren, policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona për t'u marrë në pyetje, por deri tani nuk ka të dhëna konkrete për autorët e vendosjes së eksplozivit. Grupi hetimor ka sekuestruar provat e gjetura në vendin e ngjarjes, ndërsa po analizohen me kujdes pamjet filmike të kamerave të sigurisë, si në zonë ashtu edhe në akset hyrëse të qytetit. Sipas burimeve, hetuesit po përpiqen të rindërtojnë itinerarin e autorëve, të cilët dyshohet se janë larguar në drejtim të fshatit Dragoç, ku u gjet e djegur makina e përdorur në atentat. Mjeti po i nënshtrohet ekzaminimit të imtësishëm në laboratorin e policisë, me shpresën se do të gjenden gjurmë apo prova materiale që do të ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Hetimet po vijojnë në disa pista paralele, ndërsa nuk përjashtohet asnjë motiv i mundshëm, përfshirë lidhjet e mundshme me detyrën që mbante 38 vjeçari si inspektor tatimesh. Prokuroria e Lezhës ka lëshuar 10 urdhër arreste ndaj zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të nivelit vendor dhe qendror të dyshuar për ndërtime pa leje dhe tjetërsim pronash në lagunën e Patogut dhe Shëngjin. 9 urdhër arreste janë ekzekutuar nga policia e Lezhës, duke përfshirë ish drejtues të kadastrës, punonjës të INKMT-s dhe efektiv policie dhe ndërtues. Gjithashtu, masat përfshin arrest me burg, arrest shtëpie dhe ndalim për dalje jashtë vendit. Operacioni i prokurorisë së Lezhës zbuloi një skem të mundshme të ndërtimit pa leje dhe tjetërsimit të pronave shtetërore, duke përfshirë zona të njohura si Laguna e Patokut dhe Ranë e Hedhur në Shëngjin. Hetimet kanë nisur pas dyshimeve se truadhi i përdorur për ndërtimin e disa shtëpive ishte pronë shtetërore, por ishte tjetërsuar përmes dokumenteve të rreme dhe më pas banesat ishin legalizuar. Në kuadër të këtij procedimi, prokuroria lëshoi 10 urdhër arreste, me të cilat janë ekzekutuar nga policia e Lezhës. Ndër të arrestuarit janë ish drejtori kadastrës Gentian Malota, ish shefi i legalizimeve Artur Shabaku dhe Atmir Maxhuni, zyrtar kadastre. Masa arrest me burg është përcaktuar për Pjetër Tuci, ndërsa për Luiza Bala dhe Kuran Gjina është vendosur arrest në shtëpi. Ndërkohë, 2 ish drejtor të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Flori Gjini dhe Kol Malaj, nuk mund të largohen nga vendi, ndërsa efektiv të policisë Martin Doka është caktuar si ndalim për daljen jashtë vendit, ashtu dhe pezulllimi i ushtrimit të detyrës. Operacioni tregon përfshirjen e zyrtarëve të shtetit dhe personave privat në një skem që sipas hetimeve mund të ketë sjellë legalizimin e pronave shtetërore për përfitime personale. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjitha personat e përfshirë dhe për të sqaruar rolin e secilit në këtë skandal. Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur 2 mjek obstetër ginekolog të maternitetit Koço Gliozheni, të cilët akuzohen për neglizhencë në trajtimin e një paciente e shtatzën që humbi foshnjën dhe rrezikoi jetën. Hetimet tregojnë se mjekët kanë dështuar të ndjekin protokollet standarde dhe të reagojnë ndaj shenjave alarmuese gjatë trajtimit. 2 mjek obstetër ginekolog në maternitetin Koço Gliozheni janë marrë të pandehur nga Prokuroria e Tiranës pasi akuzohen për neglizhencë në trajtimin mjekësor në një rast që përfundoi me humbjen e jetës së një foshnje dhe rrezik serioz për shëndetin e nënës. Sipas docës hetimore, ngjarja e ndodhur në vitin 2023 u denoncua nga pacientja, e cila pretendon se gjatë ndjekjes së shtatzanis nuk mori kujdesin e duhur nga stafi mjekësor. Hetimet kanë zbuluar se 2 mjekët kanë treguar sjellje të pakujdesshme dhe duke mos respektuar protokollet standarde të ndjekjes, si dhe duke mos monitoruar shenjat jetësore të pacientes. Prokuroria thekson se mjekët nuk kanë ndërmarrë ekzaminime të thedhuara apo masa mjekësore të përshtatshme për të përballuar përkeqësimin e gjendjes shëndetësore, çka solli për pasojë humbjen e foshnjës. Pacienteja ishte shtruar në maternitetin Koço Gliozheni me diagnozë pre-eklampsi e avancuar që kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Organi i akuzës e cilësoi veprimin e 2 mjekëve si shkak direkt të komplikacioneve të rënduara që rrezikuan jetën e gruas dhe humbjen e jetës së të posalindurit, duke ngritur ndaj tyre akuzën për neglizhencë në trajtimin mjekësor.
Apeli i Tiranës ka ndryshuar masën e sigurisë për Martina Ginën duke zëvendësuar arrest në shtëpi me detyrim paraqitje në rastin që lidhet me vdekjen e 3 vjeçarit Brian Spahia. Vendimi për Roland dhe Ina Xhaxho mbetet i pandryshuar, ndërsa ndaj 2 mjekëve Elton Serrani dhe Erindo Allo është hequr maza pezullim nga detyra. Shkalla e dytë e gjyqësorit ka vendosur të ndryshojë pjesërisht vendimet e gjykatës së Tiranës për rastin tragjik të Brian Spahias, 3 vjeçarit që humbi jetën 2 vite më parë në klinikën dentare Splendent pas një ndërhyrje dentare ku u trajtuan 14 dhëmb. Në vendimin e apelit, Marta Gina ndryshoi masën e sigurisë nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje, ndërsa për Roland dhe Ina Xhaxho masat e mëparshme mbeten të pandryshuara. Roland Xhaxho dyshohet për vrasje nga pakujdesia, ndërsa Ina Xhaxho dhe Marta Gina akuzohen për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim të kryer në bashkëpunim. Gjithashtu apeli hoqi masën e pezullimit nga detyrat për 2 mjekët ligjor, Elton Serrani dhe Erindo Allo, e cila ishte caktuar vetëm për një periudhë 1 muajshe nga gjykata e Tiranës. Ekspertiza mjekoligjore e kryer në Itali konstaton se shkaku septik i rënd dhe pasojat e tij që sollën insuficiencë shumë organore ishin shkaku kryesor i vdekjes së të miturit. Hetimet kanë treguar se gjatë ndërhyrjes dentare dhe anestezisë janë shkryer shkelje të rënda të protokollit mjekësor, nuk ishte përcaktuar gjendja klinike e të miturit para operacionit, nuk ishte formuluar diagnoza siç duhet dhe nuk ishte kryer kontrolle paraprake. Dokumentet nga Italia theksojnë gjithashtu se ndryshimi i protokollit dhe injektimi i narkozës për një ndërhyrje 5 orëshe nuk ishte i lejuar për moshën 3 vjeç dhe se pas ndërhyrjes fëmia nuk mund të lejohej të dilte nga spitali në gjendje kritike në të cilën ndodhej. Vendimi i apelit ka për qëllim rishikimin e masave të sigurisë për të gjithë panteorit, duke marrë parasysh gjendjen ligjore dhe konkluzionet e ekspertizave mjekoligjore, ndërsa procedurat për zbardhjen e përgjegjësisë penale vazhdojnë. Një operacion i policisë të Tiranës ka çuar në zbulimin e një arsenali armësh në kryeqytet. Një 34 vjeçar është arrestuar në flagrancë, ndërsa 2 persona të tjerë janë shpadur në kërkim. Gjatë kontrollit, forcat e rendit gjetën armë zjarri, fishek, pranga, uniforma policie dhe pajisje të sofistikuara për ndërhyrje dhe gjumimin. Një operacion i mirë organizuar i policisë së Tiranës ka zbuluar një nga bazat më të mëdha të armëve të zbuluara kohët e fundit në vend. Gjatë ndërhyrjes, forcat e rendit arrestuan në flagrancë një 34 vjeçar, ndërsa 2 persona të tjerë që dyshohet se janë të përfshirë në këtë rrjet u shpallën në kërkim. Kontrolli i detajuar i ushtruar në furgonin e të arrestuarit zbuloi një arsenal të plotë armësh që përfshinte 23 armë zjarri, mes tyre 12 pistoleta, 6 automatik dhe 5 armë të ngjashme me sniper, si dhe një silenciator. Policia gjeti gjithashtu 17 krëra, rreth 15.000 fishek, pjesë të ndryshme armësh dhe 17 kuti me pranga të ngjashme me ato që përdor policia. Përveç armëve dhe municioneve, në furgon u gjetën 12 celular, pajisje të sofistikuara për shpërthime në distancë, pajisje gjurmuese dhe bllokuese valësh, një aparat për numërimin e kartmonellave, si dhe 3 komplete uniformash policie që ngrenë dyshime për përdorimin e tyre në operacione të maskuara. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se ky arsenal ishte i destinuar për furnizimin e grupeve kriminale që operojnë në territorin shqiptar dhe në vendet fqinj. Pista e parë e hetimit ishte ajo e trafikimit të armëve dhe pajisjeve të ndaluara, ndërsa grupi hetimor po punon për identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në kuadër të veprimeve penale, trafikimi i armëve dhe municionit dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Burimet nga policia theksojnë se hetimet po vijojnë me intensitet, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që rrjeti të ketë lidhje me struktura të tjera të kriminalitetit të organizuar që veprojnë në rajon. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 30 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare në orët e paradites, sidomos në zonat veriore dhe verilindore. Pasditja do të sjellë më shumë intervale me diell në të gjithë vendin, ndërsa temperaturat do të mbeten tipike për fundin e tetorit me vlera mesatare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball.
Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 tetor do të jetë në orën 6:03 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me mot të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare pa rreshje të rëndësishme. Paradite pritet mjegull lokale në disa ultësira, ndërsa pasdite intervale të gjata me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 tetor 2025 pritet të jetë i ulët nga 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 tetor do të jetë në orën 6, ndërsa perëndimi në orën 16:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 14 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 14 gradë Celsius. Suhare, 6 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.